Të nderuar vëllezër besimtar, jemi në xhuman e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Ditët të numëruara kalojnë shpejt. Qysh ka thonë Allahu, ayyaman ma'dudat, ditë të numëruara. Shahru Ramadan, muaj Ramazan, ditë numëruar, një muaj. Ditët e tija të numëruara kalojnë shpejt dhe bashkë me to po largohet edhe atmosfera e bukur e adhurimit që ka karakterizuar këtë muaj. Sot falim namazin e fundit të teravive për këtë Ramazan. Një namaz që për një muaj të tërë na ka bashku në shtëpinë e Allahut, duke na dhuru kënaqësinë shpirtërore dhe përjetim të paharrueshëm. Men qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Kush ngritet, ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam, për të falë në Ramazan, e është për qëllim taravia, me iman, me besim dhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, i falen gjunat e kaluara. Është këtë normale të ndjejmë emocion në këtë moment, teksa ndarja ti musafirit shtrejt po afrohet gjithnjë edhe më shumë. Por ne, këto ditë nuk janë thjesht një jetë apo ditë kalimtare, por janë ndër më të mira të jetës tonë. Ato fshehin shansin dhe mundësinë më të madhe për shpirtin, si në këtë botë, ashtu dhe në botën tjetër. Besimtar të dashur, ndarja me Ramazanin nuk do të thotë shkputje prej tij. Ta shkret Ramazani edhe na shkputet brutalisht. As shpirtërisht dhe as fizikisht. Përkundrazi, kjo ndarje shënon një fillim të ri, një vazhdim më ndryshe, vazhdimin e jetës së mësimeve dhe provojave të Ramazanit që na ka dhuru. Krejt ato mësime, ato provoja, atimon që e kemi përfjetësuar gjatë muajit Ramazan, ta kalitim dhe ta harxojmë dal nga dal në muajt e vazhdim. Si në shkollë e madhe, ai na ka përgatitur për të ballafaquar me sfidat dhe sprovat e jetës. Tani mo ja dim vlerën se çka do të thotë edhe ata që nuk kanë kafshatën e gojës, kur jemi agjërues ja dim hallin edhe skaminorit, ja dim shoqërisë dhe e dim se çka do të jetë edhe çka duhet me bërë për krijuesin tonë. Ramazani na ka mësuar se jeta nuk jetohet pa Zot dhe se nuk ka rrugë tjetër drejt lumturisë dhe udhëzimit. Ai e ka bërë këtë program kod të jetës tonë. Na ka caktuar një kod të jetës tonë Ramazan. Allahu thot: "Innama kana qaumul mu'minin idha da'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun." Ndërsa përgjigja e vetme e besimtarëve, ti që e besimtar, përgjigjen e vetme e tij, kur thirrët tek Allahu dhe i dërguari i tij, që ai të gjykoj mes tyre është dëgjuam dhe u bindëm. Edhe ne o Zoti jon, dëgjuam dhe u bindëm, e dëgjuam fjalën tonë. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ai që arrin këtë muaj le ta agjëroj, agjëruesi agjëroj. Besimtari sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe u bindëm. Pikërisht këta janë të shpëtuarit të Zotit. Fa ulaika humul muflihun. Këta janë të shpëtuar. Pse? Dëgjuan ato që ia tha Zoti dhe u përgjigjen asaj që ai i ftoi, qoftë namaz, qoftë sadaka, qoftë zeqat, qoftë edhe në agje. Ramazani na ka dhënë edhe forcë dhe motiv për të qëndruar të palëkundën këtë rrugë. E keni po, ulem në rreth sofrës iftare, palëkundshëm, krejt ushqimin e kemi përpara dhe nuk e prekim. Pse? Allahu ka thonë kështu. Nuk do të hajmë derisa ai e ka legjitimuar dhe e ka obliguar që na më pastaj të ushqehemi. Nga agimin e mëngjesit deri në pranimin e diellit, respektivisht për së fyet në iftar. Ditët e tija të numëruara ngjasojnë me kohën tonë kufizuar në këtë botë. Na kem kohën e kufizuar, o vëllezër. Nuk e kem kohën të përjetshme këtu. Kuj si ka met kjo dynjë, as neve s'ka me na met. Kohën e kem kufizuar. Ashtu si që festojnë pas një muaj të tërë adhurimi, po ashtu do të gëzohemi kur të arrijmë shpëtimin për një jetë të mbushur me përkushtim ndaj Allahut. Do të më gëzu kur ja përkushton jetën e pak që e ki krijuesit tonë. Jo rastësisht. Gëzimi i dytë i agjëruesit është kur takojmë Allahun e madhëruar. Lisai me farhatan.
Agjëruesi ka dy gëzime. Njërin e ka në iftar dhe tjetrin kur ta takoj Zotin e tij, ditën e gjykimit për agjërimin e tij. Gëzohet për agjërimin e tij. Prandaj le të kujtojmë vetes se ashtu siç përpiqem të shfrytëzojmë kohën në Ramazan për të shtuar të mirat, po kështu duhet veprojmë për çdo ditë të jetës tonë, të përkushtuar, gjithmonë të përkushtuar, jo neglizhent. Madje Ramazani nuk ka muaj neglizhimit të jetës për ditësisë, vetëm gjumë, pushim, rahatllëk. Nuk ka ky mesazh i Ramazanit. Jo mi ndryshu natën e ditën natë. Jo, përkundrazi, muslimani angazhimin e vet e fokuson edhe me tej gjatë ditëve dhe netëve të Ramazanit, po edhe pas muajit Ramazanit. Sa fjalë të mençur ka thonë sahabiu nderuar Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu. Nuk ndihem keq për asgjë, sikurse për ditën që ka perëndu dielli, më shkurtuar jeta për një ditë, ndërsa nuk më janë shtuar veprat e mira në asgjë. Shkuri ditë, ti s'ke shtu as një punë të mirë, as të mirat kësaj bote, as të mira të cilat ta sigurojnë botën tjetër, e për çfarë ditë duhet mu pendu, thot Ibn Mesudi, ndërsa nuk janë shtuar veprat e mira, nuk kanë shtuar. Musliman të respektuar, ditët e fundit Ramazanit, pavarësisht emocionet që na shkaktojnë, janë ditë vendimtare. Domethënë, në këto vendosin, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veprat më të mira janë ato që përfundojnë mirë. Innamal a'malu bil khawatim. Veprat më të mira në Islam ato që janë që përfundojnë mirë. Janë ditë vendimtare, edhe duhet mi përfundu mirë veprat. Jo mi përfundu keq. Me nis marr, me shkute në gjysë, me të harxhu veprat, pastaj mi përfundu keq. Jemi lutur Allahut në Ramazan të na mundsoj agjerimin e këtij muaji. O Zot, na mundsoj që ta përfundoj, o Zot, na mundsoj që ta kryejm Ramazanin me iman, duke shpresuar shpërblimin ton. Gjithmonë kemi kërkuar kështu. Derisa tani lutemi të pranohen ato. O Zot, pranon Ramazanin. Tash duhet të lutemi, o Zot, këtë që i kemi bërë na pranon. Njëherë na mundsoj që ta kryejm, tash së fundi na mundsoj që ta pranosh ti. Është në natyrën e besimtarit që përmbyllja veprat e vet me modesti. Modest me mbyll, pa nej simbol caktuar. Mbylla në agjerimin e mbo, po a ke bo për vetja, për kënd e ke bo? Rri pak modest, në të vjen keq, po shkon muaj Ramazan, e ke mbyll me besim plot. Për ulësi dhe për xhirim. I përullur, i nënshtruar ndaj Zotit, mi u përgjëru Zotit, sa ai është që i pranon veprat tona. I përshkruan Allahu në këtë formë: "Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un." Dhe ata që japin, domethënë nga pasuria e tyre, zemrat i kanë plot frikë nga që do të kthehen tek Zoti i tyre. Dhe ai që nxjerr sadakën e fitrit, pa ai që nxjerr zeqatin, ka zemrën e friksuar, thot Zoti. Pra ata besimtarë që di, janë i varmyre e dhashun, o gjithash do të euro, bo kiameti, jo këtë formë, alhamdulillah që i dhe, po jepi për Allah, jepi për Zot, zemra jetë e friksuar, sepse te Zoti ki mu kthy tillon. Kjo është frika e përzirë me shpresë, frikë me shpresë dhe mendim të mirë për Zotin. Edhe mi u tut Zotin apo ta pranon, edhe me shpresu të Zotit. Jo frikë që orienton apo të bën të ndryshoj mëshirën e tij apo mendimin për mëshirën e Zotit. O Allah, ti meriton më shumë se sa çfarë kemi bërë për ty, më mirë se sa ajo që po ofrojmë. Ajo që brengosemi tani është pranimi i veprave tona. O Zot, ajo që po frigoheni pi teje është apo na pranon punën tona. Ali radiallahu anhu na ka këshillu: kujdesuni më shumë për pranimin e veprave se sa për vetë vepra. Sa bukur ka thonë Ali radiallahu. Kujdesuni më shumë për pranimin e veprës se sa për veprën që e ke punë. Ma shumë duhet më kujdes apo ta pranon Zoti. Me bo mirë që ai me ta pranu si duhet.
Tani është koha të reflektojmë mbi lëshimet tona dhe t'i nxitojmë, t'i përmirësojmë ato. Aliu radiallahu në natën e fundit të Ramazanit thoshte me zë, ka ngrit zonin, dhe ka thonë Aliu radiallahu kështu. Sa shumë do doja ta dija ku janë pranuar veprat që ta përgëzoj. Sa kisha dëshirë njerëz, ta dija ku ja ka pranuar Zoti e ta përgëzoj. Myshde ta ka pranuar Zoti. Dhe ku t'ja ka refuzuar ato, e të shkoj ta ngushtë. Vjen shumë keqve. Sta pas ka pranuar Zoti. Ngushtlime. O ti që tu pranun veprat, urime, e ti që janë refuzu, Allahu ta lecoft këtë fatkeqësi. Sikur don mi shku mi thonë të vdek, Allahu ta lecoft këtë fatkeqësi. Kështu thot Aliu radiallahu, sa do doja që ta dija që ati që ja ka pranuar Zotit, shkoj ta përgëzoj. Urime, myshde, dhe ati që ja ka refuzuar Zotit, shkoj dhe ta ngushëlloj. Ati ti thëm urime, ndërsa ti të shkoj ti thëm ngushëllime, Allahu ta lecoft këtë fatkeqësi. Prandaj këto ditë për ne janë ditë lutje dhe pranim të veprave tona. Allahu na pranoft të gjithë veprat e mira që i bëjmë vetëm për Allahun. E kulu ma tasmaun wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. E falenderojmë Allahun, salate e selam i dërgojmë pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Këto janë edhe ditët e shënimit të sadakas së fitrit. Edhe adhurim, edhe detyrim, edhe sadaka, pastrim për gabime, plotësim për lëshime. Gabimet tona të mundshme gjatë agjërimit mund të ndreqen me këtë detyrim. A mundë me thonë që në Ramazan s'kemi gabu? S'mundë, kemi gabu, shumë. E kush pi ndreqka, kush pi plotësejka, është nxjerrja së sadakës së fitrit. Kush e thot këtë? Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu përcjell se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e obligoi zakatin e fitrit si pastrim për agjërimin, nga gabimet e bëra gjatë agjërimit. Nxjerrën e di nga gabimet e bëra dhe si ushqim për nevojtarët. Neve na pastron gabimet, na plotëson mungësitë dhe është ushqim për nevojtarët. Kush je para namazit bajramit, ai është zakati pranuar, ndërsa kush je pas namazit, ai mbetet lemosh rëndom. Një dukuri janë mirë të tek ne, pa këndi. Masi të kryen hoxha, ati jetë që ata vita. Për para, o musliman, pa u falë bajrami, kaq. Pa u falë bajrami, zerë viti. A bën masa maj? Bën, në ka mos sadaka e fitri. Është një lemosh, një sadaka e peshtë. Pra sot dhe nesër kemi edhe ende për ta dhënë këtë lemosh. Ndaj le të nxitojmë të mos humbasin shpërblimin e saj. Ndërsa japim këtë lemosh, le ta kujtojmë një fakt të rëndësishëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ngritur lemoshën në nivel aq të lartë sa që përshkruan si argument për besimtarin. Wa sadaqatul burhan. Lemosha është dëshmi e besimtarit. Ti ki dëshmi. Gjithashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam ka treguar se agjërimi mbetet vjerrun i pa përfunduar, nuk rritet lart derisa të jep besimtari sadakan e fitrit. Gatishmërisë për të dhënë për Allahun, atë që është dashur për shpirtin tonë. Pikërisht këtë arsye, Allah ka lartësuar sadakan dhe ka premtuar shpërblim të shumë fish për dhuruesin. Ka dhënë shumë fish, ka thonë. Men dhe alladhi yaqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifu lahu adha'afan katira. Kush do të jap Allah një uhate bukur, që sa bukur e ka përshkruar Zoti. Kush dëshiron m'ia dhon Zotit një uhat bukur, që ai t'ia kthej shpërblimin e shumë fish. O musliman, ti që jep sadakan e fitrit edhe ti që jep zakatin, ti po jep kua Zotit. Për kur kua? Kur do del para madhnisë të ti, që jo sa ka pas, sa ke dhonë kua, po një uha që kthehet shumë fisht ma shumë, me xhenet. Prandaj kështu e ka përshku dhanin e sadakasë në përgjithësi. Kjo lemosh nuk humbet, por depozitohet për në këtë botë dhe në botën tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u betuese
Pasuria nuk paksohet duke dhënë sadaka. Pasha Allah. Nuk paksohet pasunia të dhënë sadaka. Se për nxerr ti një shumë simbolike. Nuk është që ti fikesh. Po të shtohet pasunia. Prandaj shfrytëzo rastin, t'ju rikujtoj që ta kryeni këtë detyrim bashkë me zakatet tuaja. Xhamatlit e nderuar, në fund, me duar të ngritura drejt Zotit dhe me zemrat që kërkojnë kënaqësinë e Tij, e lut Allahun që na pranoj agjërimin dhe çdo vepër tjetër me të cilat jemi afruar tek Allahu këtë muaj. O Zoti ynë, na shpërblej për agjërimin ashtu siç na ke premtuar. Bëja atë ndërmjetësues për ne dhe na mundson hyrjen në xhenet nëpërmes derës së Tij, derës Rayyan. O Zot na falë, fali familjarët tonë, ndihmoj bashkëmjaket në mesin tonë, o Zot ndihmoj vendin tonë, o Zot ndihmoj besimtarët që sa më lehtë dhe sa më mirë ta përfundojnë kryerjen e agjërimit, o Zot pranojë besimtarët musliman agjërimin e tyre, shlyejnë mëkatet e tyre, ato gjëra që i din, ato gjëra që nuk i din, ato gjëra që i bën nga harresa e kullu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum ibadallah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واقيموا الصلاه